Prokuroria e posaçme ka vendosur zyrtarisht zgjatjen me 3 muaj të afatit të hetimit për çështjen e tenderit të ndërtimit të tunelit të Llogaras, një nga dosjet më të rëndësishme që po hetohet aktualisht nga drejtësia. Vendimi është komunikuar këtë të premte disa prej personave të përfshirë në hetim, mes tyre ish zyrtari i ARSH-s, Gentian Gjyli, si dhe Erald Elizi, ish drejtor në Kesh dhe më herët drejtues në ARSH. Njoftimi është bërë gjithashtu edhe për 2 anëtar të komisionit të vlerësimit të ofertave, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica, të cilat janë marrë të pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Një ditë më parë, mbrojtja ligjore e ish zëvendëskryeministres Belinda Balluku informoi gjithashtu për zgjatjen e hetimeve në këtë çështje, ku ajo figuron e pandehur për procedurën e tenderit me vlerë rreth 170 milion euro. SPAK e justifikon shtyrjen e afateve hetimore me nevojën për kryerjen e një numri të madh veprimesh procedurale, përfshirë kthyrjen e dokumentave dhe ekspertizën teknike, të cilat kërkojnë kohë shtesë për të përfunduar. Sipas akuzës, hetimi lidhet me shkelje të barazisë në procedurat e tenderimit publik për projektin e tunelit të Llogaras, një nga investimet infrastrukturore më të mëdha të vendit, ndërsa pritet që në muajt në vijim SPAK të vijojë me administrimin e provave dhe marrjeve të dëshmive të reja.